Ky pap quhej Enea Silvio Piccolomini. Qysh para se të ngjitet në katedralen e Shëmpjetrit si Papa Piu II, përbën një histori kërshërore tipike për figurat e spikatura të humanizmit evropian. Enea Silvio lindi më 19 tetor 1405. Do se është fjala për një rastësi, nuk mund të mos vihet re që rezulton pikërisht bashkëmoshatar me Gjergj Kastriotin. I përkiste një dere të madhe nga qyteti i Sienës, Piccolomini. Të dhënat gjenden në librin Shqipëria dhe shqiptarët në Europën e Piut të dytë, me autor Aurel Blasari. Ai na jep një vepër të plot prej 200 faqesh, që është i rrallë në gjininë e vet, për të kuptuar më mirë pozicionin që zë Arbëria në gadishull një uglindore më gjerë. Ka shkrime për këtë temë, por janë të cunguara dhe të padokumentuara. Në materialet latinisht e shqip të Plasarit, botuar në gazetën Dita, jepen detajet të jetës italiane ku kalonte Enea Silvio me intimitet e vërtetësi sikur t'i kesh para duarsh. Në libër tregohet se depërtimi turko-osman në rajonin juglindor të Europës, sot e njohur si Ballkani, ishte bërë për Europën e krishterë shqetësimi i madh, dhe ç'është e vërteta, funksionoi dhe si detyrim për ndërhyrje në rajon. Papa Piu II kujdesej personalisht për frontin e luftës antiturke. Ishte një front prej 500 miljesh, Hungari, Bosnjë, Serbi, Arbëri. Në Rom u hap tmerri se turqit ishin gati të sulmonin Italinë. Konstantinopola kishte rënë. Askush nuk i njihte aq mirë sa Enea Silvio vendet dhe njerëzit e Europës. Ai ishte edhe pap, poet, historian, dhe shkrimet e tij shërbyen si burime me vlerë Barletit dhe Nolit. Njësoj si sot, shqiptarët haheshin mes njëri tjetrit. Ky pap donte të shuante sherrët në Arbëri, mes Lek Dugagjinit dhe Skënderbeut, pasi pengonin unifikimin kundër turqëve. Ekspedita do të realizohej duke ardhur në Durrës. U përfol se papa do shpallte Pal Ëngjëllin, kardinal dhe Skënderbeu mbret. Por ekspedita dështoi. Papa vdiq rrugës nga Ethe dhe nuk më rriti kurrë në Arbëri.